Rreth kauzës së mjedisit, më thonë, realisht njerëzit nuk janë të vetëdijshëm edhe aq shumë rreth ruajtjes së mjedisit, rëndësisë së mjedisit që ka në jetën tonë. Mirë po, janë edhe ata individ që kontribuojnë rreth ruajtjes së mjedisit dhe kujdesit ndaj mjedisit, të cilët persona marrin pjesë në iniciativa të ndryshme mjedisore në mënyra vullnetare, vetëm të shohin një Kosovë më të pastër dhe me banimet e tyre përreth të jenë më të pastra dhe të kontribuojnë drejt një mirëqenie më të mirë, një shëndetje më të mirë, qoftë aty fizik, psiqik, edhe bandej dhe ajo është një zinxhir që inkorporohet në mënyrë drejt për drejtë apo në mënyrë tërthorazi në shëndetin tonë. Në nivel vendi ende nuk e kemi atë vetdijen që nëse shohim një person duke mbledh mbeturina apo duke kontribuar në mënyrë apo në drejt kauzës së mbrojtjes së mjedisit, nuk vlerësohen në mënyrë më të mundshme, për shkak se ende është ajo mungesa e vetdijes dhe edukimit mjedisor tek njerëzit. Dhe kjo është për të ardhur keq në mënyrë apo një tjetër, për shkak se këta persona duhet të vlerësohen pashtu të mbështeten edhe nga institucionet vendore që i përkrohen, apo ti shpërbleme ndonjë shpërblim diçka minimal, por që ka një peshë dhe që ata i shtyn drejt asaj kauze të vazhdojnë edhe mandej edhe tutje. Kryesisht ata hasin apo ngecin në shumë problematika të tillë për shkak se nëse një person ka një iniciativë të tillë mjedisore, ai nuk e ka mbështetjen e plotë ndoshta të komunitetit që gjithë komunitetet të mobilizohen dhe të fillojnë atë iniciativë mjedisore. Po nëse edhe veç ndodhet që gjithë komuniteti të mobilizohet dhe të vazhdojë ta iniciativë, qoftë grumbullimi i mbeturinave në një park apo në një shtrat të lumit apo çka do të qoftë tjetër, mungon infrastruktura nga komunat në atë rast, ku ka mungesë të shportave, mungesë të kontinierave që duhet t'i hudhin ata thos, edhe mandej aty sado që vazhdon të jetë një iniciativë mjaft e dobishme për mjedisin dhe komunitetin, aty pastaj ngec ajo hallka që nuk ka bashkëpunim përmes institucioneve vendore për më ardh dhe më marr ato mbeturina dhe masë me vazhdu në deponit legale që ndodhen në Kosovë. Kryesisht institucionet në nivel vendi, qoftë komunat, po ashtu edhe qeveri duhet të ndërmarrin masat e politika dhe strategji mjedisore në atë mënyrë që të rritet kauza e mbrojtjes së mjedisit, të rritet ndërgjegjësimi dhe edukimi mjedisor që nga grupushat e vegjël, që nga fëmijët e deri më të rriturit, edhe pastaj dhe duhet të përkrohen komunitetet duke siguru infrastrukturë të nevojshme, si këtë rast janë vendosja e shportave, kontinierëve, pëndoarjen e mbeturinave, pastaj dhe bashkëpunimit të jetë i ngushtë mes komunave dhe kompanive regjionale për grumbullimin e mbeturinave, që mbeturinat të shkojnë dhe të grumbullohen dhe të vazhdojnë pastaj të largohen në deponit për më tutje.